Pas dorëheqjes së Ermal Onuzit me urdhër të ministrit të Brendshëm Simon Zereçi, me gradën drejtuesi i lartë e funksion zëvendës drejtori i përgjithshëm i Gardës së Republikës, është caktuar në detyrën e drejtorit të përgjithshëm të Gardës së Republikës, Simon Zereçi, që prej vitit 2013 ka mbajtur funksionin e rëndësishëm të komandantit të njësisë speciale në Gardën e Republikës. Kujtojmë se më 3 qershor të këtij viti është dorëhequr nga detyra komandanti i Gardës së Republikës, Ermal Onuzi. Onuzi e ka dorëzuar dorëheqjen vetëm 9 muaj pasi u emërua në këtë detyrë. Motivacioni dhe shkaqet e këtij largimi nuk dihen ende. Onuzi u emërua në këtë detyrë më 10 shtator të vitit 2024. Ai zëvendësoi në detyrë ish drejtorin e Gardës Gramos Sako, që mbajti postin për 10 vjet. Për pak kohë i komanduar qëndroi në detyrë edhe Sami Kuti. Kush është Simon Zereçi? Simon Zereçi ka përfunduar shkollën e mesme ushtarake Skënderbej e më pas ka ndjekur studimet e larta në Shkollën e Lartë të Bashkuar të Oficerëve në specialitetin gjitharmësh. Karrierën ushtarake e nisi në vitin 1986 në strukturat e Ministrisë së Mbrojtjes, fillimisht si komandant toge në repartin ushtarak Zadrim, më pas si shef stërvitjeje dhe të tjerë. Në vitin 1988 u bashkua Gardës së Republikës, u shërbeu në një sër funksionesh si komandant toge, specialist për ruajtjen fizike në Drejtorinë e Sigurisë së Personaliteteve të larta shtetërore, komandant toge në kompaninë operative, zëvendës komandant i kompanisë operative, përgjegjës i grupit të shoqërimit të Ministrit të Rendit Publik, oficer shoqërues pranë zyrës së mbrojtjes e personaliteteve, shoqërues në grupin mbështetës në degën e ruajtjes dhe mbrojtjes së personaliteteve të larta shtetërore, komandant grupi në njësinë speciale të tjerë. Gjatë karrierës së tij të gjatë ushtarake, është dalluar për përkushtimin dhe profesionalizmin e lartë, duke rrezikuar edhe jetën në krye të detyrës. Në shtator të vitit 1998 është plagosur gjatë shërbimit, teksa mbante funksionin e zëvendës komandantit të kompanisë operative. Zereçi ka kryer një sër trajnimesh dhe kualifikimesh brenda dhe jashtë vendit në fushën e sigurisë, si kurs për mbrojtjen e personaliteteve VIP në Egjipt, trajnim për sigurimin e personaliteteve të larta shtetërore me instruktor amerikan, program ndërkombëtar sigurie i zhvilluar nga specialistë të sigurisë amerikane, trajnim në teknikat e avancuara të vetmbrojtjes Krav Maga Maor e të tjerë. Në vitin 2020 mori gradën kolonel, e cila me sistemin e ri të gradave u konvertua në drejtues i parë, ndërsa grada drejtues i lartë ju dha kur me urdhër të ministrit të Brendshëm u emërua zëvendës drejtori i përgjithshëm i Gardës.